Në këtë emision të veçantë të Fitër Bajramit, jeni duke qëndruar me ekranin e televizionit të UTA dhe me emisionin e Bajramit, ku ne kemi përgatitur shumë tema kushtuar kësaj feste. Me neve sot kemi nderin dhe kënaqësinë të kemi një ulqenak të vjetër, nëse mund ta quaj kështu, një xhamatli të rregullt të xhamisë së Bregut. Një fetar i devotshëm ku gjatë këtyre festave ai është shumë i përkushtuar. Ndërsa ne do të flasim se si ishte Bajrami viteve më përpara që lam pas, për traditat dhe për shumë çka tjetër për këtë fest. Me neve në studio kemi nderin dhe kënaqësinë të kemi zotri Ilyas Becin. Përshëndetje dhe gëzuar edhe një herë festën e Fitër Bajramit. Faleminderit. Së parit, ju përshëndes juve këtu në studio dhe përshëndes të gjithë teleshiqus e televizionit të UTA. Edhe një kohësisht i uroj Bajramin, që të dilen që është. Unë jam Haxhi Ilyas Beci, i lindu në vitit 1937 në Ulqin, në një familje besimtare dhe në një familje ndër ma të vjetët në Ulqin. Të bisedom ma parë për Ramazanin. Të gjithë besimtarët, muslimën, anë e manë botës, me zi e presin dhe me padurim ardhjen e Ramazanit. Edhe se cili prej nesh bën dua, inshallah, më rrim me agjeru Ramazanin. Sa Ramazane ke agjeruar? Sa vite, sa Ramazane ke agjeruar? Kur ke filluar ti të agjerosh Ramazanin e parë? Unë kam fillu qysh në moshën 8 vjeçare. Kam mësu edhe në Mejtep, një 6 vjeçar kam kenë, një 9 muj, edhe deri kur ka kenë bombardimi. Edhe prej vitit 8 vjeçar kam kenë, kam fillu me agjeru. Jep për ditë, për disa ditë, më nëjnën si jam rrit, prej moshës 12 vjeçare, i kam njënu regullisht Ramazanin. Edhe regullisht kam shku me u falë, me babën, rahmet i pa shpirti, në teravi. Edhe ashmajt shumë Ramazani. Shumë. Si vjetë e kemi pas shumë agjerim të lehtë. Edhe jem gëzu të gjithë ne që kemi mërit me agjeru. E inshallah, Allahu në aprenon të gjithëve. Të është për sa i përket... Si ka qenë, rrim pak ma shumë të Ramazani, si ka qenë Ramazani për para në Ulqin, edhe si është esh? është e njëjta tradit, është e njëjta ndjesi? Ramazani ka qenë për para, kanë qenë kushtet zorshme. Nuk ka pas kushte. Xhamiet kanë qenë të vjetra. Në Ramazan është dasht muezini me hyp në minare me thirë e nzane. Si për sabah, si për drek, si për ikindi, si për aksham, edhe si për jasi 5 herë është dash me hyp në shkallë majet mënare. Xhamiet kanë kënë vjetra, por ashmajt. Ramazani ashmajt. Edhe jo vetëm Ramazani, po edhe jashtë Ramazanit kanë kënë besimi nivel shumë të naltë. Më shumë se tani? Me ata kushte edhe e kanë majt edhe Ramazanit. A ka qenë më shumë se tani? Ka pas shumë. Xhamiet kanë qenë plot. Ma të kohë. Por, shqyqër, shashaf edhe sot, mbushen xhamiet. Plot janë. 7 xhamiet që janë nërtu tesh, që janë janë plot. Me këto falçat që falin. Egzone, e përmende që është xhamatli i moqëm, por në cilën xhami?
në xhamin e Bregut, të dim që je një xhamatli i rregullt edhe në moshën tashmë që keni, nuk i leni as teravite, as namazet, jeni i rregullt, xhamatli i rregullt. Këtu jam i rregullt në xhamin e Bregut, se e kam më afër, se mosha e bën vetën, unë kam 88 vjeçar, e shqyr gëzohem që më ka noll xhamia fare afër shtëpia. Edhe këtu i rregullt jam për natë deri tash. I rregullt jam. Ta bëf Zoti kabul. Faleminderit. Inshallah të gjithëve ja pranon Allahu. Kur e kujton më i ri edhe kur i kujton të gjitha këto xhamijat, kanë ndryshuar apo është ruajtur? Për shembull xhamia e Bregut është ruajtur sikur keni shkuar ju në fëmijërinë tuaj, sepse ka disa investime që janë bërë për këto xhamijat e vjetra, të duken njësoj si në veçlinë tënde? Xhamiat janë nërtu, janë riparu, janë kur ma bukur e ma mirë xhamiat nuk janë, godite nuk janë nërtu. Ka kenë edhe një xhami e vjetër ku është parkingu, e kena thirë xhamia Meras. Aja, ma të kushtet, nuk ka pas munaren si krejt xhamiat tjera, por e kanë ba prej drasave. Unë jam falë si fmi më të xhamin e Meras, aty ku është parkingu. E tash, elhamdulillah, prej Zotit, është dhanë mundësia, Bashkia Islame i ka nërtu xhamiat janë ba treja, të gjitha. Praktikisht treja. Edhe me mjete, me tepiha, me tanat mirat, kur ma bukur, kur ma mirë xhamiat nuk janë pa. Le të ndalemi pak tek traditat e festës së Fitër Bajramit në kohën e juaj. Si e kujtoni dhe a mendoni që janë duke u ruajtur ato tradita që nga koha juaj e deri më tani? Po, traditat vjetra janë të urujt edhe gjithnjë po mbaren. Fitër Bajrami është Bajrami më thëtë në thirë për para, edhe të gjithë besimtar, të gjithë agjerus e kanë prit me gëzim të mëthë për arsy se ja ka dhenë Allahu mundësin me agjeru. Edhe është festu, janë festu Bajramet shumë. Edhe çdo Bajram vizitat janë ba, sidomos fëmijët janë të gëzuar shumë, po vjen Bajrami, po dali me shëtit, po fiton dhe pare e kështu. E krejt na të rritun kena shku nër vizita ke Farefisi, ma parë, ke Kojshit e parë. Ashtë majtë shumë Bajrami. Shumë. Edhe, ashtu edhe, po vazhdon edhe sot. Edhe sot po vazhdon. Edhe vizitat janë të njëjta apo janë paksuar pak mund të them? Vizitat tek njëri tjetri. Vizitat për para janë ba shumë ma tepër. Shumë ma tepër tash, ma pak. Ma pak. Pak shkojnë tash vizita, e mirë është me shku një Bajram një herë vjetë, me vizitu afër të vetë tanë, por tash ma pak. E për para shumë ma tepër. The që kushtet ekonomike, dje që për para nuk kanë qenë si tani. Ju kur keni qenë të vegjel edhe keni dalë në për shtëpia për të bërë Bajram, çfarë ju kanë dhënë për para? Për para ka kenë një tradit, kanë ba një ëmbëlsin, ashtë thirë të spigje, me kalba, e kanë qitë ka një kalbë me të rritun që kanë qenë. Kafe, kështë langje që gjanash, nuk ka pas. Por me rëndësi ka qenë që janë gëzuar gjithë, apo jo? Edhe pse s'kanë qenë kushtet? Rëndësi i kanë dhënë shumë edhe janë gëzu shumë, të gjithë. Të gjithë janë. Tanë janë gëzu për Bajram. Tanë, gjithë. Edhe ato që kanë agjeru, po edhe ato që nuk kanë agjeru. Por, për para ka kenë shumë ma tepër agjerusa. Shumë. Edhe 3, edhe 2 vjetër. E tesh ka generacije të reja që nuk agjerojnë,
e gabim e kanë, mirë është me agjeru edhe me e matë besimin. Në the je haxhi. Je haxhi, apo jo? Kur ke qenë në haxh? Në haxh kam qenë para 12-13 viteve para. Si ishte? Nuk mundet me u përshkru pa e përjetu haxhin. Unë jam befasu kur kam shku në haxh. Aja ka qenë me 2013 në vit, kur kam shku në haxh, jam befasu që kam pa ato dheme të bejkumun, ndëç qabja, ndëç nërtimi rreth qabes, mandinën gjamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Munen mu falë mina veç, mina veç, a gjami e madhe. Edhe mrekullina. Atë nërtime, si në Medinë, gjamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si qabja. Mos nuk mundet njëru me e përshkru. Me e përshkru nuk mundet. Ka mund, se duhet me bat të vafet, rreth gurit zishë, edhe të vafet, safa merva, thiret, atëherë duhet me shku në mina, tanë kam. Me shku në mina, ku gjuhet shejtani, me kur. Po them, janë dagjana rituale, por fantazi. Atje që kam pa, jam befasu edhe nuk mund të përshkru atë. Pa e përjetu. Ajo ka kënë qabja. Nëse pyesim si ka qenë përpara, edhe nëse e lidhim me tani, më the që vjen nga një familje besimtare. A ndikon që t'jemi besimtare dhe fëmijët nëse rritemi edhe nga prindër që na ushqejnë me besim? Ju vetë, kush ka qenë le themi nga prindrit më shumë që ju ka shtyrë në rrugën e besimit? Edhe që të agjeroni, edhe që të faleni? Ate ma tepër babaj. Babaj. Nuk kam guzu mos me shku me falë teravit. Si thash ma përpara, prej moshës 8 vjeqare, deri që kam shku në ushtëri, deri në moshën 20 vjeqare. Se me një herë më ka thanë baba, qo me rabdes, shpejt gjami, vetëm në teravi kam shku, kurse vakte tjerë, jo, ali gjatë Ramazanit, ma shdash për natë me shku gjami, për natë. E i ka ndiku rahmet i pa shpirti, edhe nana gjithashtu, edhe nana kam pas besimtare, deri moshën 19 vjeqare, është falë. Ata ka ndiku prim. Si ka ndikuar tek ju personalisht, në punë, në shoqëri, që të jesh edhe besimtar, por edhe praktikues? Tash, unë si besimtar, si thash ma përpara, deri para se shkej në ushtri, kam kënë gjami. Në ushtri, kur kam shku, moshën 21 vjeqare, i ri, edhe kam ba një gabim më të fëtë. Cilin? Gabimin më të kam ba se më kanë shti në ushtri antarësin e partisë komuniste. Saves komuniste. Edhe kur kam ardhë pi ushtërije, kam hynë punë në Krypore. Edhe 33 vjetë nuk kam shku në gjami. Unë më një me marrë me men, por besimin e kam pas me sinceritet në zemër. Ditë veshtune dhe dile kur s'kemi punun, se unë kam punun në Krypore. Më shdasht me njënu, se më thonë të nana, rahmet e pa shpirti, nuk jenë punë. Se s'ponen shtunën, s'ponen dilen, një të 2 ditë, më stahu për krejt, atë sinceritetin e besimin, edhe kam agjeru. Se nënë kena pas kuzhinën në Krypore, e kanë shiku pale. Apo ha në po jo, Apo ha, a jo.
dhe jam antari partisë, Dihet kam në pas ato. pëzor, bëshdash me shku me hangë, kam kërku falje, se kam dalë në pension të 30 vjetë, që me më falë Allah. Edhe një moment, gjumani parë, kur e kam falë në gjamin e Mezgjahut, ka kenë rahmet i pa shpirti Molla Brehim Bajramovici imam. Edhe ka kenë doktor mjekëdhamsh Muhammed Husici. Kur më kanë pa, ka thënë Molla Brehimi, Iljas, nalu se dona me të pytë diqka. Masi që të shfalë gjumaja parë, masi që e kam hef librezën e partisë, në 91-shin ka kene, sa ka fillu luft ato. Edhe jam nalu, gjemati ka dalë, dona me të pytë unë edhe kë. Urri, sa vjetë nuk e kenë këtë gjami? E ka ditë që jam komunist. 33 vjetë e thëmë, nështë nuk ishë vonë Molla Brehim, pas një mirë amet. Pejti e kam, kur vonë nuk ashtë me u sjell e më artë në shpinë e Allahut. Kur vonë. Muslimani, pa muslimani që ka qef me marë fen islame, me një shahadet, shqiptimin i shahadetit, bëhet musliman. Që janë shumë që janë sjell me shqiptimin e shahadetit, edhe janë bëhet musliman. Sa pastër ish feja islame dhe shumë e bukur. Edhe për jashtë në Gjermani, edhe aty kam qirë në për televizore, janë pështjell gjermaneshët. Pse e kanë lexu Kuranin, feja ma tolerante, feja ma drejte, ma ashtu, nuk ka se feja islame. Çfarë do t'i thoje atyre që ndoshta nuk janë në rrugën e Zotit ende dhe kanë dëshirë për t'u sjellë si ky rasti juaj? Çfarë do t'i thoje? Ka shumë raste që kanë dëshirë, por atë dëshirë duhet me realizu. Duhet me pru vendimin, që tash Ramazan pa e da që ma një fazë ta hoqë, thojnë nuk ishtë vonë, pejndohuni, ata që nuk vinë, gjami, ata që nuk agjerojnë, i thrasin imam të gjamis, i thrasin që të kthehen në islam. Ta vazhdojnë, e musliman, me të regu vedin qka je. Me qenë se jemi edhe në festën e Fitër Bajramit, tani, a jemi më të lidhur tani me njëri tjetrin, apo përpara ulqinakat kanë qenë më shumë të lidhur me njëri tjetrin? Përpara kanë qenë të lidhur. është shëtitur vetëm halla vet apo gjithë ulqini? Deri ku ke shëtitur? Deri në cilat shtëpia ke shkuar? Kam shëtit, ma parë kojshit. Edhe, më kanë thënë edhe si fëmi, print, jamu, për krejt fëmive, më shkoni ka ato shtëpije që nuk i kemë gjeni. Shkoni kë, ata që kemi gjeni, edhe kojshit matë afërt. Ja kojshit hapë maler. Se fëmi. Ashtu, kena shku, edhe për para, edhe 2 vjetër, morë që kanë shku në revizita, kanë kenë të lidhën, është majtë. Shumë besimi ma ata kushte, shumë. Keni pa mbesa? Çfarë ju thua atyre për islam, për fe? Kam një djalë, Ibrahim e ka emnin, kam nusën e djalit Merita, bi prej Hasanakve, edhe kam 2 nipa, të mëdhenj janë. Ti përshëndes gjithë, edhe ju roj gëzuar. Çfarë ju ke thënë kur kanë qenë më të vegjël? Njëni e ka Halit, tjetër e ka Gentian, unë bëllë, i thëmë, por ala nuk binden, vazhdimisht e thëmë, vazhdimisht në gjami, por shkon një bajram me falë në gjami, nuk mjaftën vetëm aja. Tani me kohën pak. Me kohë. Duhet ju flasim të rinjve, është ashtu? Po e da, i thëmë, për ditë, po gjysho, hajtë se të shkom gjami. Çfarë të gëzon sot më shumë? Për çfarë gëzohesh ti sot më shumë, kur e kujton gjithë rrugtimin tënd si praktikues tashmë dhe si haxhi? Çfarë të gëzon më shumë? Unë shka gëzoj ma shumë,
unë gëzoj ma shumë që ja kam rrit me u këthy në xhami, ja kam rrit me agjeru, edhe ja kam rrit festimeve Bajramit. Gëzohem shumë që jam këthy në xhami. Do të thotë keni arritur përsëri tek fjala prindve t'juaj, që mos t'i lëmë anash agjërimet, faljen e namazeve, bajramet, festat e bajrameve. Atë pa e do, vazhdimisht, edhe këtyne i bisedoj, edhe i tregoj që është majtë për para, që prindët kanë diku nër ne, nër fëmijë, nër tanë, që me majtë besimin, agjerimin, Ramazanin, bajramet, i festu, ata janë festat tona, bajramet. Xhailias, u bëfsh 120 vjeç. U bëfsh 120 vjeç. Pa shëndetin që të kalosh edhe shumë Ramazane dhe bajramet të tjera. Faleminderit gjithashtu edhe ju, inshallah më rrini, jetoni, plakeni, me shnet, me zemër të mirë, edhe jam rrini shumë bajrame, Ramazane, edhe ju gjithashtu. Faleminderit, gëzuar. Ishte kënaqësi, gëzuar edhe një herë. Besoj egzon se është nga intervistat më dashura që kemi gjatë. Më emocionuese mund të them. Të këtij bajrami. Është bukur kur marrim fjalët e një 88 vjeçari, se si duhet të kthehemi edhe kur devijojmë pak. Ne tani do të vazhdojmë pse jo me një ilahi, edhe më pas do të jemi kështu kohë pas kohë në studio, herë së bashku, herë me kolegët e tjera, për të vazhduar me intervista edhe emisionin e bajramit. Për tani shkojmë me një ilahi.